Sot pas 30 viteve, me në fund e mora guximin të kthehem në Kosovë, e as fëmijët i lash të shkollohen atje. Nuk e dia jam të bo gabim, po zemra më thot jo. Kush na uron mirëseardhje, vllën, Zoti ju bekoft. Sot pas 30 viteve, me në fund e mora guximin të kthehem në Kosovë, e as fëmijët i lash të shkollohen atje. Nuk e dia jam të bo gabim, po zemra më thot jo. Kush na uron mirëseardhje, vllën, Zoti ju bekoft.